Gjysmë Milan Radojčić është nën lupën e autoriteteve kosovare si përgjegjësi kryesor për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, por tashmë ndaj tij ka dhe një tjetër urdhër arrest. Radojčić dyshohet edhe për krime lufte në Gjakov, ai dhe disa të tjerë po hetohen si të dyshuar për pjesëmarrje në vrasjen e 106 civilëve, keqtrajtim dhe burgosje gjatë viteve 1998-1999 në dokumentin për cilin ka raportuar edhe kolegja Nora Luta në lajmet qendrore. Janë 20 emra, përfshirë edhe Milan Radojčić, por edhe pozitat kryesore të pandehurve gjatë luftës. Janë 3 të pandehur që kanë pas pozita ekzekutive. Milovan Kovačević ka qenë shefi sekretariatit të punëve të brendshme në Gjakov, i njohur si SUP. Radomir Čolić, komandanti njësive të PJP-s të policisë në Gjakov, dhe Miloš Došan ka qenë komandant i brigatës 52, që ka qenë brigade raketave artillerike, ndërkaq personat e tjerë nuk janë specifikuar pozitat, por të njëjtit dyshohen në fakte të bazuara të prokurorisë speciale se kanë qenë pjesë e keqtrajtimeve, maltretimeve, burgosjes, djegjes së shtëpive dhe krimin kryesor që është kryer në viktimat civile, 106 të vrarë dhe masakruar në Gjakov. Emrat të tjerëve janë Predrag Ristić, Srđan Krstić, Ljubisha Obradović, Živko Sarić, Spaso Sarić, Lazar Drašković, Zvonko Ristić, Darko Gligorijević, Čedomir Bošović, Vladimir Božović, Robert Dobrunaj, Radomir Raković, Ljubisha Raković, Miloš Šćepanović, Milan Radojčić, Svetislav Gligorijević dhe Tomica Avramović. Pra, përgjegjësi kryesor për sulmin terrorist të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit dyshohet tash edhe për krime lufte, përfshirë në të njëjtën listë me 19 persona tjerë. Do t'i shohim tash pikat kryesore për çka dyshohen se kanë marrë pjesë këta persona në urdhër arrestin e gjykatës themelore të Prishtinës, ku thuhet që Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në kërkesë ka cituar se më datën 18 mars 2025 ka nxjerrë vendim për fillimin e hetimeve ndaj të pandehurve për shkak të dyshimit të arsyeshëm se në periudhën kohore 1998-99 në vendin e quajtur ura e Taliqit në Gjakov, që mes datave 7 maj dhe 10 maj të vitit 99, pjesëtarët e forcave ushtarake dhe policore serbe të uniformuar në mesin e tyre dhe të pandehurit e lartcekur 20 sosh filluan të hynin në shtëpi për shtëpi, ku me forcë dhe kanose i nxorën nga shtëpit të gjithë personat që ishin prezent, duke i ndarë më pas burrat nga gratë dhe fëmijët, dhe më pas i vranë gjithsej 106 civil të nacionalitetit shqiptar. E pas luftës, trupat e tyre u gjetën në një varrez masive në Batajnic të Serbisë. Po ashtu gjatë këtij aksionit të forcave policore dhe ushtarake, ku bënin pjesë edhe të pandehurit e lartcekur, të filluar më datën 7 maj dhe të përfunduar më 10 maj 99, u arrestuan dhe burgosën mbi 300 civil të nacionalitetit shqiptar dhe komunitetet të tjera, të cilët fillimisht u mbajtën në burgjet improvizume, ku nuk kishin pasur trajtim human, higienë të duhur dhe çështje të tjera elementare, edhe ushqimi i rregull dhe kujdesi shëndetësor. Pastaj këta 300 të burgosur janë dërguar në burgjet të ndryshme në Kosovë dhe në fund u transferuan në burgjet serbe në Serbi për t'u liruar pastaj në qershor të këtij viti në 99, pra me ndihmën e organizatave ndërkombëtare. Gjithashtu, çështje tjetër e hetimeve të prokurorisë speciale është edhe për ndjekja, largimi i banorëve civil të nacionalitetit shqiptar dhe nacionaliteteve të tjera nga shtëpitë e tyre në qytetin e Gjakovës, duke u larguar me dhunë dhe nën kërcënimin e armëve. Pastaj të gjitha shtëpitë plaçkiten dhe pastaj i dogjen duke shkaktuar dëme shumë të mëdha materiale. Ndër vite kemi pasur rrëfime të ndryshme të dëshmitarëve dhe të mbijetuarve të këtyre krimeve të luftës, 106 sosh vetëm në urën e Taliqit. Viktimat ishin varrosur, pastaj janë gjetur në një varrez masive në Batajnic të Serbisë. Pra këto janë dyshimet për të cilat
Prokuroria Speciale i ka përmendur në dosjen e vetë sa i përket lëshimit të urdhër arrestit që është pranuar nga Gjykata Themelore e Prishtinës, ka të bëj edhe me Milan